Robert Prevost, kardinal 69 vjeçar nga Chicago, është zgjedhur si papa i ri, amerikani i parë që ngjitet ndonjëherë në papat. Ai do të marrë emrin Papa Leo i 14, duke shënuar herën e parë që emri Leo përdoret që nga shekulli 19. Papa i sapo zgjedhur u shfaq në balkonin qendror të bazilikës së Shën Pjetrit për të mbajtur fjalimin e tij të parë si pap, duke ju drejtuar turmës në italisht. Papa Leo i 14 tha: "Paqja qoftë me të gjithë ju, vëllezër dhe motra të dashur, kjo është përshëndetja e parë e Krishtit të ringjallur. Do të doja të ofroja një përshëndetje paqeje deri te familjet tuaja, të gjithë ju kudo që t'jeni. Paqja qoftë me ju." Pas zgjedhjes së tij, ai ka pranuar telegrame urime nga liderët botror. Në emër të Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Papën e ri e ka uruar edhe kryeparlamentari Afrim Gashi. Në frymën e fjalimit të parë të Papa Leonit 14, drejtuar besimtarëve katolik, shpreh dëshirën që Papa i ri të sjellë më shumë përshpirtshmëri e më shumë etik, ndërsa puna e tij të jetë shtek në rrugën e paqes, të tolerancës fetare dhe të mirëkuptimit ndërmjet popujve, si e vetmja rrugë e drejtë për shpëtimin dhe përparimin e botës, e cila sot po përballë gjithnjë më shumë me sfidat e konflikteve dhe përplasjeve. Ndërkaq, kryeministri Hristijan Mickoski ka shkruar se zgjedhja e papës së parë me origjinë amerikane është një ngjarje historike për Kishën Katolike Romake dhe për të gjithë besimtarët në mbar botën. Kjo zgjedhje është simbol i një kohe të re të transparencës, guximi shpirtëror dhe përkatësisë universale, por edhe një vazhdim i traditës së paqes, solidaritetit dhe kujdesit për çdo person. Kardinali amerikan Prevost, i sapo zgjedhur si pap në konklavën e Vatikanit, lindi më 14 shtator 1955 në Chicago të Illinoisit. Prevost, i cili shërbeu në Peru për shumë vite dhe gjithashtu mban shtetësi peruane, u shugurua prif në vitin 1982. Prevost u bë papa i dytë nga Amerika dhe i pari nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa thuhet se ka pikpamje të ngjashme me Papa Francesku në qëndrimet ndaj të varfërve dhe politikat e imigracionit.